këshilltarin e kryeministrit, që me mbiemën Latifi. Valla Latifi. Latif është emri i Allahut. Ai është Abdul Latifi, Abdul Latif. Prej popullit ton shumë e jo shumë e shumë, po shumic që janë kundër fjalës së Allahut, kundër Kur'anit, kundër fjalës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kohëve të fundit, në vend se me u përmirësua gjendja edhe politike, edhe vllaznore, edhe shoqërore, edhe ekonomike në tokën tonë në Kosovë, ajo s'po kalojnë 2-3 muaj, veç po del një fidane e cila po sulmon Kur'anin, e sulmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sikur që folëm edhe sot një javë e që ndodhi para 2 jave me kërkesën e ndërtimit të xhamisë së madhe në Prishtinë. E tani e ndëgjuhet vetë edhe në debat në RTK këshilltarin e kryeministrit, i cili shtu në mënyrë të pahezitueshme fyen muslimant, e fyen Kur'anin, e fyen fjalën e pejgamberit, e të cilat jo që janë të papranueshme për neve. Na nuk la duam as kujt keqen. Fillim e mbarim kemi thonë, nuk duam ndaj as kujt keqe. Mirë po edhe fen ton nuk duam as kush ta ofendoj. Qafiri si qafir ka qenë këtu në Ramazan, nuk e dheste cigaren, se e din të ti që ja gjerush. U mundoke me ta respektua fen tënde. E tash, me emën musliman, me e ofendua, me e fyer, fen ton, me emën musliman, nuk lejojmë, as nuk tolerojmë. Na bëjmë dua, Allah i udhëzoft këshilltarin e kryeministrit, që me mbiemën Latifi. Valla Latifi. Latif është emri i Allahut. Ai është Abdul Latifi, Abdul Latif. Kushta kanë gjithë këtë mbiemën e këtë emën o vëlla jem? Kur donë thot shqiptarët në dekada e në shekuj nuk kanë qenë sikur që janë sot. Vërtet s'kanë qenë sikur që janë sot. Sot shqiptarët kanë devijuar rrugën e Zotit. Namazin s'pe falin muslimant. Për muslimant po fjalim. Fjalën e kemi për shqiptarët musliman. Alkoholin po e pinë. Ramazanin sa gjënojnë. Babë dhe nonë nuk respektojnë. Gruan nuk e nderojnë. Shkojnë të në prostitutka. Gruan nuk e nderojnë. Evladin nuk e edukon. Mallin shoqërisë i avjedh. Kur kanë qenë shqiptarët kësaj? Ai po thot kanë qenë kur kanë qenë musliman. Sot pse e kilion në rrugën e Zotit, po inshallah ai dëgjon këtë fjalë edhe prej meje, edhe prej të tjerëve e udhëzohet në rrugën e Allahut. Unë po bëj dua në fillim të ligjëratës sotit, Allahi e udhëzoft popullin kosovar në krye me parlamentarët e Kosovës. Allahi na udhëzoft. Vota joni ka qua atje. Vota jote. Djersën tënde atu hongraj edhe ai. Prej djersës tënde dhe temën, mos harro. Parlamenti karrikat nuk bin, nuk prodhojnë lek pare. Mirë po, mu qua edhe me sulmu e dinin e një popullatës që e ka fe 99% islamin dhe se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam as nuk lejojmë, as nuk tolerojmë, edhe pse na nuk duam përçarje as coptim. Allah i udhëzoft parët tonë dhe të bramet tonë. Me keqardhje shumë të madhe, po s'paqare duhet me tregu. Po pyet feja si ja u zgjedh problemi. Po si zgjedh feja problemi? Mos me paskon na musliman. Kishim me qenë alkoholiqar, kriminal, vravllasës, hajduq. Çka ju kanë fol tash 22 vjet në këtë xhami? Kundër alkoolit, kundër duhanit, kundër vllavrasës, kundër arrogancës ndaj prindve, respekt ndaj prindve, dhe dashuri, ekonominë me rujt, në hajni mos më shkua, në kurvni mos më shkua, në vllavrasje mos më shkua. Kjo është kontributi jon. Na këto po i thojmë popullit. Na që këto po ja dëshirojmë popullit.
e tradita jon 100 vjeçare është rrugës Allahut subhanahu wa taala, mirë po ky 100 vjetori i fundit, të cilën kanë dirigjuar, menaxhuar, qeverisur çufarët, edhe çufarët ton, shqiptar çufar, të cilët i kanë dëgjuar çufarët serb, e kanë pru situatën sot që as baba s'dëgjohet, as nona s'dëgjohet, as evladi s'edukohet, as gruaja s'respektohet, as vatani nuk duhet, as gjë, çdo gjë është e shfrenuar. Nuk ka kjo feja jonë kështu. Feja jonë ka regula dhe ka parime. Allah i na i falë gabimet, ja Rabbel Alemin. Allah i na mund soft o vlazën që të punojmë ma mirë e ma drejt, insha Allahu ta'ala. Për andej, traditat tona kanë qenë me mbules, kemi pas turp, nuk kemi pas alkohol, kemi pas marrë, s'kemi pas drogë, s'kemi pas vllavrasje. Kurani i ka zgjedh këto. Fukarallëk ka pas, po ndim ka pas. Edhe kanë pas një harmoni popullin me zveti, edhe pse janë konë fukara. Wallahi, kur populli ma zëngjin së konë, pi pareve, kur shpia më të mire s'ka pas, kur veshe më të mire s'ka pas, kur haje më të mire s'ka pas, kur ma pak njëni qetrin se vizitojmë, kur ma pak njëni qetrit si ndimojnë, kur ma të gjveshëm s'kemi etë, a kur ma të pasur s'kemi qenë. Prandej, feja janë i zgjidh të gjitha problemet, velhamdulillah. Wallahi feja i zgjidh. Pse i zgjidh feja? Sepse është ligji i Allahut, nuk ka ligj i parlamentit që çdo 2-3 ditë gabuam këtu e gabuam aty. Amandamente që mamandamente, të cilat populli as që i marrvesh çka janë ato amandamente. Wallahi. Na një gjë e marrim vesh, sikur që ju thash edhe sot një javë, për 150 muj, mundish me fitu 500.000 euro, prej pas luftës 12 vjeç. 12 vjet, 144 muj. 150 muj. Ka 3.000 euro mi marë, bëjnë 450.000, 500.000 euro bëjnë, nëse s'ke hangër bukë për veti. Ama që i kiti 4-5 milione, 6 milion, ti veç i ke vjerë, se nuk janë paret fitumen nga djersa jote, Allah i na i përmirësoft. Unë masi s'ka ligjë dinit islam, po thëmë kështu, se me pas ligjë dinit islam, a je nëreq feja. Se njonit ja prej dorën qerit vet i binë paret, i këthejnë prapë. Se njonë nëreq feja. Në këtë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, në këtë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, në këtë sahabeve, mos kujtoni që ka nartë e kasapi, veç klape, ka këput duar. Jo, veç njo ka ndodhë. Feja e zgjedh problemin. Pse? Se në zemrat tona qeveris ligji i Allahut. Ai ligji i dunjas këtu e këshyrim sa ti policia, sa këtu policia,